Nëse lekët e zekatit duhet bëj sadaka rrjedhse për dikë që ka vdekur a mundem, pra quhet apo jo? Zekati ka vendet e caktuara ku duhet të investohet, ku duhet të jepet për të konsideru zekat. Nëse kalon në tjetër gjë pas asaj që ka caktu Zoti, pra 8 kategoritë e zekatit janë të shënuara në surën Taube, ajeti numër 60. Aty nuk hyn sadakaja rrjedhse. Në mënyrë indirekte mund të themi për shembull një student që është i varfër, edhe ti e ndihmon atë në shkollim, edhe ai nesër bëhet dietar, kjo po mund të quhet sadaka rrjedhse. Përndryshe me shku me qenë një bunar, me shku me ndërtu një xhami, me zekat nuk ban këto sene. Andaj themi, ma mirë është që me ju ik këtyre që kinë se sadaka rrjedhse edhe mos me qu në vendin e duhur zekatin. Ma detalisht pyet një hoxhallar para se me marrë çdo veprim. Allahu ja pranoft sadakat rrjedhse, por ja pranoft edhe zekatin dhe çdo vepër tjetër të hajrit. Amin.